50.000 flet votimi nga diaspora në lidhje me votat preferenciale për kandidatët janë ende në proces numërimit e Parku Olimpik, njoftoi kryekomisioneri Ilirian Cilibashi në një konferencë për mediat. Janë 201.795 numri i fletëve të votimit të vlerësuara, 199.824 janë fletë votimit të vlefshme, 1.971 janë fletë votimit të pavlefshme. Aty po vazhdon vlerësimi i fletëve votimit për kandidatët. Procesi është kontestuar nga disa kandidatë, prej tyre kanë kërkuar pamjet filmike gjatë numërimit. Nëse një kandidat nuk i siguron dot për arsye të ndryshme nëpërmjet partisë të pamje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja vën në dispozicion çdo kandidati. Me shumë problematika dhe pretendime për çitërsim të vullnetit të qytetarëve shqiptar që votuan nga Greqia, a ekziston mundësia që procesi i votimit të shpallet i pavlefshëm? Nëse verifikohen shkeljet e ligjit dhe nëse shkeljet e ligjit janë të tilla që ndikojnë në rezultat, çdo lloj votimi mund të shpallet i pavlefshëm. Këtë nuk e them dot, edhe nuk më takon për ta thënë. Me siguri të plot, them që çfarë ka administruar dhe çfarë ka përgatitur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me këtë proces, ka prodhuar integritet të plot.